shkevit në liria si e kanë sot. Me sutë librin e parë, që asan e vështirë. Maratar. Shumë pas drejt me shku në vendlinje deri vitin 93. Fëmijët e mi kanë, dhomat e tyne janë të mundshme me platë për platë me flamoj. Në restoran, neve kemi qenë parë që jemi hapër në Sedan Restaurant. Sedan Restaurant. Që kanë kontribuar për Kosovën, për luftën e Kosovës. Pavarësisht, a feja, s'ka lidhje feja, fombi është numër 1. Fëbi, ti edukoj. Nëse është dash dikush që të qenë një restorant, me njerë shqiptarët e në fruë dhe i kanë ofru një rjut, parë. Një këtë vend, qysh kisha po onër, one, një këtë vend në kara më liftë. Kur fillova të hap dyqanin, fillova të bëj pica, e prisja vrumin, erdhi njëri tha, "You cut the dough like you cut the tile." Me kontribu për atë. Bataljoni Atlantikit, ku e kanë lejuar për e vesh uniformë, shku me liftu në Kosovë, që akun e plëtsumë, në si jam në mojë e strisë. Në mes të rrugës e ndaloj kerrin aty, zbret për kerrin, thonë New York, I'm stepping over you. Sa e herë që më shkruan mendja për vendlindjen edhe më prek. Se si vendlindja nuk... është me vërtet ne jetojmë në Amerikë këtu, shtetin më të mirë më nuk gjesh në botë. Por kur shkruan mendja për vendlindje, është diçka tjetër. Ktu që vendlindja është shumë e prek. Edhe... inshallah. Kthehemi sa më shpejt, atje ku Guri rëndon në vendin e vet apo? Si e kujton vendin? Fshatin tonë, temerin tonë, familjen. Shumë mirë valla, nuk mundem të harroj, është një vend fantastik. Ty kam kaluar një pjesë të jetës me më kënaqësi s'ka pasur. Kështu që kam për kujtime të mira. Edhe e vizitoj shpesh. Gati çdo vit shkoj në vendin. Deri ditën e fundit në shpirtin tim vendin kursave. Edhe s'kam për të karruar, jo vetëm tek unë, por edhe te fëmijët e mi, te fëmijët e fëmijëve, fëmijët e mirave, te gjeneratat e mi. Shiko, neve në fshat atje jemi rritur me kushte të vështira pakës. Për arsye se nuk, edhe koha ka qenë e tillë, por ka qenë një jetë e ëmbël me fëmijët, me kret, sa që për shtatë shkollimit, unë më rriva të shkoj deri në klasën e 4, edhe 5-6 vjetë fillova klasën e parë. Kështu që më rriva ta kur i bëra diku 10 vjetë. Por ende nuk ishte 8 vjeçare. Ku e patë shkollën? Në Frëngov, në fshatin Frëngov.
Edhe mbas një viti, se unë mbarova shkollën fillore në Frëngovë, u qel 8 vjeçarja në fshatin Ladorisht, që nuk është shumë lartë. Edhe kështu që unë nuk pata mundësi ta vazhdoj më tesë. U desh të ndihmoj prindërve me punë, me sente, me këtë. Edhe mbas 2 vjetëve atëherë u hap një frasoj natën shkojmë në shkollë kështu. Shkollë e natës? Shkollë e natës në fshat, në Frëngovë, në Vinjin, ato në arsimtarët. Në ikë mësim aty edhe 2 se që ishe mbarova dhe 8 vjeçare kështu. Por kjo është. Shkollimi ishte në gjuhën shqipe, Maqedon? Gjuhën shqipe. E tash në Strugë vonë filloi gjimnazi i Strugës në gjuhën shqipe, disa paralele, por disa shokët e mi, moshatarët e mi, ato e vazhduan edhe mbas 2 vjetë me vënes pakës që të u qelë shkolla 8 vjeçare, po e vazhduan edhe i shkuan në shkollën normale në Shkup. Edhe kështu që fshati ishte kënaqësi e madhe, disa shokë të dolën arsimtarë. Ishte e pamundur që mos diçka mungonte, diçka pa barasi ndërmjet shqiptarëve dhe kombeve të tjerë që ishin aty. Edhe unë e urrejtja një gjë të tillë, por çfarë të bëj? Kështu që në ofendojnë me fjalë, me Cilën ishte fjalë nafe dushës që i përdorin ushtarët? Por, na ofendojnë me fjalë se nuk e di se nuk se kishim disa pretonëve për shqiptarëve, për shembull që kishin ardhur në armatë aty edhe jo nuk din të shkruajnë, ato dinin, por normandeve nuk dinin të shkruajnë me gjuhën serbishte. Ose them tash, unë kur shkova për shembull nuk e dinja serbishtën fare. Megjithëse atje pakës e ngatërrova pak, por nuk ishte kollaj, edhe na shumë ju jeni kështu, të ofendojnë edhe si ushtarat. E prorët pak më të lartë ato përmbaheshin pakës. Po këto tjerë këto si që thoshin si desetare, nuk e di se çfarë këto. Ja. Nuk është, po mirë. Në përgjithësi pa ndinjë incident kaluam. Liçeni jonë është liçeni një nga më të mirë në botë. Është kënaqësi është. Ose gjatë verës në liçenin tonë aty shiftim vinë për çdo kohën atë kohën e Jugosllavisë, gjithë shqiptarët vinë aty. I takojnë, ishte kënaqësi kur i takojnë shqiptarë për shembull për gostivarit e Tetove, për Kosovë, për sent, kështu që ishte jo vetëm si liçen, po kishte edhe një frasoj kënaqësie kur i takojnë popullin. S'kishim atë, nuk mundim televizim, s'kishim fokaralloku. Mirë, po kur vijin aty, kënaqeshim, shpirtërisht kënaqeshim. Kur u ktheva për ushtrie, atëherë ishte edhe aty viti ishte edhe tërmeti që ra në Dibër, në Dibrën tonë këte, edhe asaj në Shqipëri. Edhe kishte punë aty, po aty punova 2 muaj. Edhe për fat mirë, fat të keq, po mbleva një prasoj radioni edhe për ditën ndërgjoj një lajme, ja urojmë rrugën filanit për në Amerikë, ja urojmë rrugën filanit për në Amerikë, edhe u thash për menin temi, po ja vash, pse më shkruaj edhe unë. Edhe kështu që vendosa. Mos i shërbira atë radio, ndoshta nuk do të vinjë këtu. Unë
Si fëmijë e kam ndërruar Amerikën. Jo vetëm Amerikën si Amerikë, po e shifni një jetë që ka mundësi të ashtu, një jetë më të mirë, një jetë më të lumtur, një jetë më agresive, si të them. Dhe shpesher kur shkonje në kinema dhe i shishim ato zhurnale ato në New Yorku, në Chicago, në Los Angeles, qytetet të mëdha, qytetet të bukura, e thoshe me veten time, unë, o Zot, një ditë do shkel te këto qytete se s'bën. Na pyetën a njini dhe një këtu ku të shkoni, ku nuk ashtu. Dikush që kishte, e ndihmonjin edhe qonjin tek ai. Ata që nuk ishin, na gjinjin punë. Unë kishe do shok
Me aeroplan mund të kish, nuk kam rrugë ndryshe. Qyteti vogël, ndetëm aty dhe një javë, punë së në gjinjëm, hikëm për aty shkuam në Anchorage. Edhe në Strugë me gjithë fëmijët. Ajo ka qenë arsyeja se këtij djalit të madh Flamur, me qenë Flamur djalin, edhe i dhash një $10 shkoj të bëj një 2 paqeta duan. Dhe si i blen një 2 paqeta duan edhe thash, kusurin ku e ke? Po tha e rgjova, e pisha. Pa çka ke bër? Ka bërë do Pips të Michael Jackson. Po kush është ky? O, tha, po ti nuk e njeh këtë, thash jo. Po ky është Michael Jackson, ky është bon namin. Po çfarë bën ky? Filloi djali i tidhet në aty në dhomën pritje dhe i them shoqës të mesëm këtu. Shife këtë Jacksonin. Ke 6 muaj. I merr fëmijët edhe shu ka ndodhur. I ktheva në lindje. I ktheva në lindje. Kur ktheva në lindje atje nuk më regjistroi në shkollë në Strugë. Se dhe i fëmijët kishin lindur në Amerikë. Djali i madh Flamuri, ai e çova në Prishtinë, në gjimnaz atje, ma pranuan atje, me dashok më ndihmuan atje. Djalin e dytë Gazmendin, ai filloi në Diver. Kurse vajza Arbresha, ajo mbroi gjimnazin në Strugë. Edhe por nuk shkoi një vit djali i madh më lëshon atje i bie qetelis, jo sikur ka lindur në Amerikë, po sikur ka lindur në mes të Kosovës, në Rrgovë, me qetelin dorë. Pra, kjo ka të bëjë shumë. Edhe është, mbasi jemi duke folur këtu, një sugjerim gjithë shqiptarëve. Çoni fëmijët në vetlindje normal, sipas mundësive, po mos i lini çdo vjet, çdo 2 vjet, së pakti çdo 2 vjet. 3 muaj. Gjezaj Rameti, a e realizoi ëndrrën amerikane? Po. Cili ishte një moment që i tha vetet? Kjo është ëndra. I kam do shok edhe i quaj për darkë. Në New York City. Okay? Edhe mund të ishte diku ora 8-9. Shkojmë rrugës aty, edhe me herdhi në kryet ajo diku kur pata thënë se një ditë do të shkel. Në mes të rrugës e ndaloj kerrin aty, edhe zbres për kerrin thonë New York, I'm stepping over you. Ja? Me një fjalë në Shqip, New York erdhi koha që unë të shkel mbi tyje. Ato të shokët e mi, ape qau po, tha qau, jo të së bëgjë, nese. Fillun ato taksisa, babi. E ku shkova, tha qate, tha si, qukur pakës. Thash po. Thash këte e kam thënë, thash unë si fëmijë e kam pasur hëndër, edhe thash në sot, me erdhi këtu, që kalojnë për New York e
me shokut kaloj mirë, shumë me shoqërim, me kur deri sot për këtë vit nuk jam sharë me një shok, sidomos me një shqiptar. Jam pak nervoz ka dhe njerë, te diti që jam ka dhe njerë, i bje tavolinës kështu, por të kaluar janë ato, s'janë serioze, kështu që kjo. Nuk e di, zedi. Nuk e di si ta shpjegoj për kjo. Kjo të shtyn nga të njerë të mendosh, kuj ka thënë edhe Gjergjfishta i famshëm që ka shtë në të, le ta di bota mbarë të Gjergjfishta nuk është më shqiptar. Kjo është, këto janë ato